Falëndrimi takon madhnisë Allahut subhanahu wa taala që na kanë ndriçuar zemrën me iman që besojmë në njëshmërinë e Allahut që është një dhe përveçi tjetër s'ka. Atë e falenderojmë që Allahu në këtë muaj të begat, në muajin e Ramazanit, zbriti dritën e tij, fjalën e tij, Kur'anin famlar udhërrëfyes për njerëz të devotshëm. E pastaj i çojmë salat dhe selam e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Pasi që jemi me agjerim në muajin e Ramazanit dhe lutjet e agjeruesve pranohen, e lutim Zotin e Madh që Allahu ibadetet tona t'i pranon ya Rabbel Alamin, agjerimin, lutjet dhe gjitha veprat që i bëjmë, Allahu inshallah i pranon ya Rabbel Alamin. Jemi në zinxhirin e këshillave dhe po ligjëratave në këtë xhami, me këtë xhamat këtu që jemi pothuajse çdo ditë, me një arsye duke treguar nevojën tonë se ne kemi nevojë për me shtu që këtë besim dhe iman. Edhe do ta përsërisim disa herë, e janë ta shtojmë besimin se me besim arrihet çdo gjë. Mungesa e besimit shkatërron çdo gjë. Sa herë që të forcohet imani dhe besimi në Allahun Azza wa Jall, shtohen mirësit ndaj besimtarëve prej Zotit subhanahu wa taala. Sot ligjëratën e kemi bindja e besimtarit në premtimet e Zotit që na ka premtuar. Nëse ne madhrojmë Allahun dhe i kryjmë krejt ibadetet, e kena një bindje se Zoti neve do të na shpërblen. Edhe kulmi keq shpërblimeve është Gjenneti, Allahu nasip në baft. Thot Allahu në Kur'anin famëlart, men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Kush prej burrave dhe grave ban vepra të mira, wa huwa mu'min, dhe ai është besimtar. Komentatorët kanë thënë wa huwa mu'min, dhe ai është i bindur në premtimin e Zotit se Allahu ty do të shpërblen. Ama në këtë pjesë të ajetit thotë wa huwa mu'min falnuhyiyannahu hayatan tayyiba, ne do t'i japim atij një jetë të lumtur, do t'ja lumturojmë shpirtin atij dhe zemrën atij. Shumë interesant, nuk thotë do t'i japim pasuri, do t'i japim shtëpi, do t'i japim luksos të dynjas. Po thotë do t'ja japim jetën e lumtur. Pse? Se dikush mund me pas pasuri, po se në flen rahat. E ka gulfat pasuria, e ka gulfat pushteti, e ka gulfat zullumi. Pse? Nuk e ka bindjen dhe veprat nuk i ka bërë për Allah, i ka bërë veç për njerëz. Prandaj veprat tona gjitha. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Edhe namazi, edhe sakrifica, edhe jeta duhet të jetë veç për Allahun e Madh që është një. La sharika la. Nëse na dojna lumturi, besimin në Allahun Azza wa Jall, dush me pas një bindje se Allahu ta jep lumturien kur ti e ban punën veç për Allahun. E Allahu e din se çka më shifet. Ne do të përmendim disa ndodhi në Kur'an që kanë ndodhur, edhe çfarë bindje kanë pas pejgamberët e Allahut dhe çfarë bindje kemi ne. Prandaj në Kur'an janë dy rregulla. Kur'ani ka besim, ja ayyuhalladhina amanu, o ju që keni besu, aminu billah, besoni Allahun. Po nasha kena besu, pse me besu? Në kena besu. Kjo është, ja ayyuhalladhina amanu, o ju që keni besu, besoni Allahun, është min babit ta'kid, për me forcu imanin në njëshmërinë e Allahut dhe mu kanë lidhja e zemrës tënde dhe mendjes tënde me Allahun vazhdimisht. Edhe e dyta, do të thotë, Kur'an përfshin akide, besim, iman, urdhnat, shumicën e ajeteve janë me urdhna, o ju që keni besu. E pastaj dhe ka ajete tjera dhe rregulla tjera, falen në namazin, agjerone, jepni zekatin, bane këtë. Nëse njeriu nuk ka bindje në njëshmërinë e Zotit, ai pranohet haxhi? Jo. Ai pranohet agjerimi? Jo. Ai pranohet sadakaja? Jo. Do thotë asnjë vepër nuk pranohet, për i kthejmë ajetin e parë,
wa huwa mu'min, nëse nuk e ki bindjen se këtë punë që e ban, namazin, sadakan, biznesin, punën, vizitën, zjaretin, iftarin, nuk e ban për Allah, ata nuk ish shpërblim të Zotit, por shpërblimin të Allah arrin kur ti e pregadit bindjen se Allahu ka më të shpërbly ti për çka punë çka e ban. Do thotë se Allahu nuk e thën premtimin e dhon. Thot Allahu në Kur'an, inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad. Allah nuk e thën premtimin e dhon. Nëse Allahu ka përgatitur xhennet, ka përgatitur vetëm për njerëz të devotshëm. Kush janë të devotshëm? Ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Kanë thënë disa nga dietarë, imani i njeriu është sikurse se trupi që e ka. E po mirë, trupi nëse nuk e ka shpirtin, çka i thojnë atij trupi? I thojnë i vdektë. Edhe njeriu e ma prindin e gjallë, e ma përpara derisa e ka shpirtin. Kur del shpirti, çka bën? E marrim çat trupe shtina në dhej. Prandaj dy komponente janë shumë. Shpirti pa trup dhe trupi pa shpirt nuk bën. E atëherë imani është trupi, shpirti është bindja në premtimin e Zotit se Allahu nuk të hup ty asnjëherë. Shpirti i besimtarit është cila bindja dhe mbështetja në Allahun subhanahu wa ta'ala. Prandaj masi sot e kemi temën bindja në premtimet e Zotit të më i qartë, do dalim me një histori që Allahu pe përsërit në Kur'an, pe tregon në Kur'an, edhe shumë hoxhallar e përsërit mi krejt e din historinë e Musait alayhis salam. Ama një prej sureve nuk fol për Musën alayhis salam, për Firaunin, flet vetëm për nanën e Musait alayhis salam. Edhe këtë shpallje Allah ja ka zbrit Muhamedit alayhis salam për një kallëzu për Musën dhe nanën e Musës alayhis salam. Dëgjoni me vëmendje. E para, premtimi se Allah subhanahu wa taala e ka premtu nanës së Musait alayhis salam se ka më ta kthy Musën pejgamber. Ai fëmijë. Allahu në Kur'an po na tregon i ka premtu nanës Musait alayhis salam se ka më të kthy fëmija ty pejgamber. Shikoj, kur muhabeti. Do thot, kuptimi i njerëzve në logjik të çnosh nuk ka bazë. Ama në iman, në Kur'an, në sunnet ka bazë. Ama dhe në historinë reale ka bazë. Firauni e shef ëndër se dikush ka me lind një djalë dhe ka më marr pushtetin atij. Krejt e din këtë histori. Allah azza wa jall e qonë Musajn a.s. një prej djemve që Allahu e lindë Musajn a.s. Nana e ti e lindë Musajn a.s. Edhe i tha, inna readduhu i lejk, na do të kthejnë aty o Musa. Nanës veti tham, na do të kthejnë aty Musajn. Pse se njeriu më i mëshirshëm për krijesave i flasin, është nana ndaj fëmijës së vet. E tash me siguri, thot ne do ta kthejnë aty Musajin. E normal nana shumë e shqetësuar se ka marrë Firauni me ushtrim, ja marr djalin dhe më myt. E ka pa ëndra e mbret, zullumçar, Firauni pi zullumçarve më të mëdhaj, e pa këtë ëndër dhe e pren. Kush lind këtë djalë, ai marr këtë i vrajë, i prejkë. Allahu azza wa jall e urdhroi me 4 gjana, me 4 urdhra nanën e Musait alayhis salam. E para i tha, ti mere këtë fëmijë dhe vendose në tabut, ose në atë sandëkin e drunit që e ka vënë. Porosia e parë. Kush ja inspiroi këtë ndodhi nanës Musait, pos madhnisë Allahut. E mund, edhe cila nanë sot e vënon një fëmijë në sanik edhe me gjujt. Allahu sot ja ka mush menën nanës Musait dhe e shtinin në sandëk. E dyta, nuk tha, ba, leja afer sandëkin edhe kur të ketë nevoj mi dhonë me pi, i jep, me ushqy e ushqen. Po tha, elqi, gjuje ta ndeti, gjuje kanë, Musajn a.s. Cila nanë sot e gjun një fëmi. Hajde hinim pozicionin e saj. Cila nanë e gjun fëmijën. E treta i tha, mos u frikso. Po qysh mos mu friksu kur ti fëmijën e gjun ndeti. Apet thash, ndjenje veçantë. Ama bindja e madhe në Allah dhe në premtimin e Zotit është më e madhe. Allahu tha, gjuje ndet, e të parën porosi i tha, shtine në sandëk,
dytën tha gjuje në deti, dhe e treta tha mos u frikso. Allahu e mor për dërhyjde, masi ti e morë guximin fëmijën me shtinë sanëk. E dytën tha gjuje, edhe këtë guxim e realizove 2. E tretën tha mos u frikso. Kush ja heki frikën nga zemra? Ja heki Allahu subhanahu wa taala. Dhe e katërta, ja heki frikën, po u mërzit, e përcjelli fëmijën e tij. E përcjelli fëmijën e tij. Allahu ja heki edhe mërzien dhe pikëllimin. Thuhet kur i ka dhënë gjin me gjinin e anës të djathtë apo të majtën, derisa kanë lyp, pastaj çatësani kush e urdhnoi me shku te Firauni, në pallatin e Firaunit, s'po hin në aspektin historik mund dalë këtu. Allahu e urdhnoi që çaj sandık të ndalet para pallatit, Firauni me gruën e tij, edhe të thoj nëse është e gjallë, gjallës, do ta marr unë, nëse është diçka pasuri, do ta marr Firauni. E pa, e mor gruaja e Firaunit, e rriti Musain alayhis salam ashtu mëra. Mirë po erdhi mbrëmja dhe nuk fëmia don me pi. Asnjë grua nuk pat mundësi, nuk e piti asnjë gjin të asnjë grua. Derisa çka Rabbul Alemini ja caktoi rrezik se është një grua badje, një grua e cila vetëm kjo ka mundësi mu kanë ushqyse për çat djalë. Kush ishte nana vet? Kush e bashkoi Musain alayhis salam? Për i kthejna. Inna ra'aduhu ilayk. Na do ta kthejna Musain. Allahu po garanton për nanës vet, ama neve po na kallzon. Muhamedit sallallahu alaihi wasallam pi kallzon, mas 1400 vjetëve na pe përmenim këtë rast bindjan premtimin e Zotit. Kur Allahu i ka thonë gjuje shtinën sanik, mos u frigo, ta heki frikën, inna Allah la yukhliful mi'ad, Allahu nuk e thën premtimin e tij. Pse e përmenim këtë ndodhi dhe këtë rast? E përmenim këtë ndodhi, edhe kjo lidhje ka lidhje të ngushtë me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam kur Mekasët e dobun pejgamberin alayhis salam prej Mekës. Dhe i tha pejgamberi alayhis salam u kthy i përlotur dhe e pa Çabën, tha oj Çabe, pasha madhnin tënde, pasha madhnin Allahut, kur nuk do të kisha lanë ty, mos më pas dobu, mos më pas përzon me kilit. I mërzit shumë. Amo këtë rast, inna alladhi farada alejke l'Kur'ana, le radduke ila maad. Me të vërtet, ai që të ka urdhnu ty me Kur'an, që Allah ja ka zbrit pejgamberit Kur'anin, dhe do ta kthejna në vendin e caktuar në Mekë, për premton Allahu, se pejgamberi alayhis salam po del prej Mekës, për në Medinë, prej zullumit mushrikëve, Allahu po garanton, o Muhammed, ty kene më të kthy në Mekë apet. Me ka nuk kthy? Dul veti dyti me Abu Bekrin, premtoj Allahu, po nuk u kthy veti dyti, u kthy me mia medineli që e pranuan Islamin në Mekën, në çlirimin e Mekës. Ishte premtim i Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj, gjatë këti veprimi, këti procesi, nëse Allahu e ka shpëtu Musain prej Firaunit, dhe premtimi dhanë dhe i premtoj nanës vete, Allah nuk e thej premtimin. Allahu i premtoj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se do të kthejnë Mekë dhe e ka kthy. Allahu dhe ty dhe mu na ka premtu xhennetin edhe mirësitë e xhennetit dhe më na hek brengat dhe frigën dhe telashen e kaosit të shekullit 21 nëse ne kena bindje në premtimin e Allahut, me një kush nëse na në rrugën e Zotit dhe kena bindje në shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Kur afru Suraka ishin në shpellë, edhe paria e mushrikëve po jep shpërblim 100 deve kush e gjen pejgamberin alayhis salam. Thuhet sipas historianëve se Suraka i është afru sa është mes një deves ose një kali. Qa që i është afru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam afër. E normal u shfrigu Ebu Bekri, tha la tahzan inna Allaha ma'ana. Mos u frik, Allah është me ne. Bindje se Allah është me ne. Okej. Ama ndëgjon edhe një detalj në këtë histori. Krejt hoxhallar të kallzojnë historinë e Surakës
se ka shku për 100 deve dhe ju shta afru vetëm 1 metër e gjys ose maksimum 2 metra pejgamberit alayhis salam. Dhe e din se pejgamberi është aty. Ama Allahu e urdhëron tokën dhe shafit dhe ai fundosët një pjesë, do të thotë me kalin apo me devën që ka qenë. Thotë o Muhammed, thotë unë e di, thotë ti që je aty, thotë po unë e du një dëshmi prej ty, një dëshmi prej tyje, që t'ja u baj bejan, t'ja u sharoj me kazve. Çfarë? I tha Ebu Bekri, tha uktub, tha shkruje. Tha çka me shkrujt? I tha shkruje, tha prej pejgamberit Allahut në emër të Zotit, prej pejgamberit djalit Abdullahut, deri te Suraka ibn Malik. Thot do të jap ta premtoj hallkat e arit të mbretit të Kisras në atë kohë. Çfarë kontrasti. Pejgamberi alayhis salam Suraka lyp argument konkret. E i thot Ebu Bekrit shkruaj një letër që dikush ja ka dhënë, një isharet. E shkruajti që këtë letër dhe ja dha Surakës. E mur letrën dhe shkoi. Tha ky vetë i dyti se na të pështu veten, po më premton hallkat e arit të mbretit të asaj kohe, superfuqi botërore. E mur dhe shkoi. Vazhdoi Resulullah alayhis salam hijretin, bindja në premtimin e Zotit. Vdiq pejgamberi alayhis salam. Në çlirimin e Mekës, Suraka e pranon Islamin. Suraka e pranon Islamin, ama letrën e ka me veti. Vdiq pejgamberi alayhis salam, vdiq Ebu Bekri, erdh Hazreti Omeri dhe u çlirua në atë kohë Persia dhe Bizanti. Hipi Omeri radiallahu anhu minber dhe tha: "E juhen nas, o ju njerëz, thot sot ka ardhur vaadi premtimi i Resulullahit alayhis salam." Thot ku është Suraka? Kur e pan Surakën plak, ishte thënë, e ka pranuar Islamin. Thot thirrmani Surakën përpara, edhe erdh. Thot birmani thot letrën që ta ka dhënë pejgamberi alayhis salam. Bëro. E mur letrën dhe pe lexon. Prej pejgamberit Allahut deri te Suraka ibn Malik se Resulullah alayhis salam ja ka premtuar kanë hallkat. Thot Omeri radiallahu anhu, kalifi i muslimanëve, në atë pasurinë e madhe që ka mblu, tha gjemini hallkat që i ka premtuar Resulullah për Surakën. Se Allahu nuk e thën premtimin, pejgamberi nuk e thën premtimin dhe Omeri nuk e thën premtimin, i mur hallkat dhe ja dha. Kjo histori nuk është e hallkat. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Pejgamberi nuk fol me hamendje, po ka fol me atë që e ka zbrit shpallje Rabbul Alemini. Dhe ky premtim na që pe thojna, a duhet me dyshuna në xhenetin e Zotit, pse agjerojna, e pse falemi, e pse bojna këto. Kur kanë ndodhur këto gjëra në dynjat, janë thonë premtimet nga Zoti dhe janë thonë premtimet nga pejgamberi alayhis salam, as Allahu e as Resulullahi nuk tradhtojnë asnjëherë e as muslimani nuk duhet me tradhtu asnjëherë. Prandaj bindja në premtimin e Zotit e çon njeriu me bë vepra më të mira. Mungesa e bindjes në Allah e bën njeriu që me deviju dhe me bë vepra të këqija. Prandaj jeta dhe sprovat në dynjat nuk do të thotë që kime pas bardh sa herë. Resulullah alayhis salam Allah e sprovoi me lufta, e sprovoi në tunel në errësirë. Mirë po, mas çdo errësirës ka dritë, prandaj nuk do të thotë se kime kalu vazhdimisht me drita në këtë dynja, po kime kalu me sprova e bindja në Zot dhe në shpërblimet dhe në premtimin e Allahut ta bën dritë në zemrën tënde dhe mendjen tënde edhe ti kemi jetu i lumtur në këtë dynja dhe në ahiret. E treta, si shembull i premtimit të Zotit, që Allahu i thën ligjet e dynjas, logjikës njerëzve, e urdhoi Ibrahimin me prej Ismailin, krejt e dim këtë histori. Thika aprena nuk prej, thika prej, ama Ismailin se prej të thika. Pse? Se Allahu nuk e thën premtimin e dhënë. Allahu nuk e thën Allahu nuk don më të bëj ty azab, Allah e don ty veç më të sprovu. A je në gjendje me bë kurban as je në gjendje me bë kurban? Ibrahimi alayhis salam ishte në gjendje dhe sakrifikuesi më i madh, ishte në gjendje me bë kurban. Por Allah i tha pikës mos me erat. Edhe kjo mesele është se njeriu gjatë ndonjëherë humb bindje. Për shembull, fëmia sot ku e ka bindjen më të madhe? Te nana.
Fëmia, ku e ka bindjen? Te nana. I smuti, ku e ka bindjen më të madhe? Te doktori, doktorin më të mirë, që aty e ka bindjen ai. Fukaraja, te nai zengin, te pronari vet, te dikush, ku ta diune. Ama mos harroni, bindja në premtimin e Allahut. Nëse je i smut, lutë Allahun në Ramazan me emrin e Shafi o Shërus. Nëse je i varfër, ja Gani, Allah i ka emrin e Gani ose Razzaq. Nëse ty je në burg dhe në telashe, ja Fettah, o ti që i qelë dyrt, lutë Zotin me këtë. Pse se Allah nuk e them premtimin. Prandaj bindja në këtë se çdo çështje është në dorë të Zotit. Prandaj bindja në premtimin e Allahut e bën njeriu që ta nxjerr rrugën, do të dalë në selamet ose në shpëtim dhe në fitore. Musa alayhis salam pa shumë sprova të ndryshëm, e pat edhe sprovën me Beni Israil, me një popull shumë të ranë, me një popull që Allah i zbriti prej qiellit, i zbriti ushqim, e mohun mirësitë e Zotit, i therrën pejgambert, i pretën pejgambert, i refuzun pejgambert, më shumë ti njerëz më të padrejtë janë në historinë e njerëzimit janë çifutët jahudit. Wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin, nuk e udhëzon popullin zullëmçar. Më shumë ti pejgamber Allah jahudive i ka thënë, më shumë ti argumente pejgamber i ka thënë jahudive. Apet i banën e i mohun pse nuk kishin bindje në Zot. Musa alayhis salam ju ankun jahudit edhe e luti Zotin, shkretin të Zotit, ku me marr ujë. Allahu ka ditë se me natyrshmëri, me ligj është i çon rreth dhe çon ujë dhe pin ujë. Allahu tha merr edhe më shoj ta çtën me gurze, i më shoj, tak. Po janë një kajnak, se e di ke karakterin e jahudive, 12 kajnaka, se cili fisi jahudive me pinë vetë. Allahu nuk e them premtimin, i neti, do të thotë, edhe këto argumente që janë mucize të Musait alayhis salam, sikur shkopi, sikur deti, sikur saniki, sikur ajo, janë se Allahu nuk e them premtimin, por njerëzit e thënë premtimin. E nëse ne jemi në besëlidhje të ngushtë me Allahun, inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad. Yunusi alayhis salam, ne e dim se njerëzit jetojnë në për shtëpia. S'mund më kanë barkë shtëpia njerëzve. Ama Allahu e bani shtëpi barkën e Yunusit alayhis salam veç për një fjalë. Pse tha la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. I lartë madhrum jeti Allah. Ti je një, s'ka tjetër. Unë të nështron aty dhe unë jam i padrejt, i kam bërë padrejtësi vetë. Allahu nuk e them premtimin e dhon. E urdhnoi balenën, e urdhnoi peshkun dhe dul jashtë. Kjo është ndryshim i ligjit, s'ka. A keni ndëgjuar dikush me jetu në bark peshkit? A ka një histori të njerëzimit që ka jetu dikush në bark peshkit? Jo. I vetmi është Yunusi alayhis salam. Prandaj këto shemblla janë që neve na afrojnë afër bindjes premtimit të Zotit. Dhe jo rastisht sot po duam i marr se është muaji i Ramazanit. Mi u rikthy disa historive të pejgamberëve të Zotit, atu vallë, pse më mungon kjo bindje? Pse më mungon kjo? Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dhe thot Allahu në Kur'an, dhe ndaj argumenteve tona ata ishin të bindur. Prandaj, pse ti nuk agjeron këtë muaj? Se ki bindjen tamam. Na agjerojnë, po flas për ato që nuk agjerojnë. Se i mungon bindja në Zot. Pse ti nuk falesh? Se të mungon bindja në premtimin e Allahut. Ti pse nuk i respekton prindërit dhe nuk kujdesesh për jetimin në Ramazan dhe për fukaran, se ti të mungon. A mendon se ti ki më kujdes për fukaran dhe jetimin dhe Allah nuk din më kujdes për ta drejt për drejti? Po të ka sprovu ty për premtimin që e ka dhënë, a do ta fitosh xhenetin nëpërmjet jetimit dhe fukaras apo jo? A do ta fitosh xhenetin nëpërmjet nanës dhe babës apo jo? A do ta fitosh xhenetin? O hoç, babu Rayyan, dera e xhenetit e quajtur babu Rayyan, dera e xherimit. Një nuk hin njerëzit me xherim dhe nuk mund me hin dikush në çat derë. A kem shelti, a ke qelë këtë derë. Allahu ta ka dhënë jetën, ta ka dhënë shnetin dhe ta ka lënë derën qelë. Ti pe më shel derën, tu ju në smaj Ramazan. Ti e kem shel derën e xhenetit. Pse? Se ti nuk e ki bindje në shpërblimin e derës së xhenetit që Allahu të ka premtuar nëpërmjet haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, nëse te muslimanët ngrihet kjo vedi e bindjes në premtimin e Allahut subhanahu wa taala, me siguri ka më ndryshuar edhe standardi i jetës, se Allahu do ta jep jetë të lumtur edhe në këtë dynjë dhe në ahiret. Thot Ibn Mesudi radiallahu anhu, thot me të vërtet freskimi apo yaqini, freskimi dhe shpëtimi janë në bindje dhe kënaqësi. Do të thotë nuk mund me shpëtu njeriu derisa nuk ka bindje në Allah, në premtimin e Zotit.
Dhe dyshimi dhe hidhrimi pikujna janë prej shejtanit. Shejtani tamam ti e çon temenjen te Allahi, te xheneti, te ahireti, ai thot, sa njerëz kanë më nu çështo. Do të ta devijon besimin, të mbjell dyshim. Kur të mbjell dyshim, atëherë edhe ti hidhron, edhe të devijon nga rruga e drejtë. Edhe thot Sufjan al-Thauriu rahimahullahu taala, bindje në premtimin e Zotit, domethënë, është mos me akuzu Zotin nëse Allahu të sprovon ty, ku e gjet be Zoti më sprovu. Pse kanë ka sprovu Zoti sikur e ka sprovu Ibrahimin me djalin e tij. Muhammedin sallallahu alaihi wasallam edhe neve sprovat tona. Musain edhe sprova tjera, Yunusin edhe sprova tjera. Prandaj Allahu nuk e ranon një njeri pos atë sa mund të mbaje. Kush për juve nuk ka bukë me hangër për sot ose për iftar? Pejgamberi ka dalë i uritur. Pejgamberi ka vorros këtë 6 evlat për vet. Pejgamberi është kanë i plagost. Pejgamberi është rrit jetim dhe këtë lloje të sprovave, por nuk është tanku asnjëherë se ka pas bindje në shpërblimin e Zotit. Dhe emri Muhammed mas Allahut përmendet më shumëti. Se njeriu që ka pas bindje në Allah ka qenë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prandaj nuk ban me akuzu Allahun subhanahu wa taala nëse të godet ndonjë sprovë ku e gjet be Zoti, më marr evladit. Allahu të ka dash se nëpërmjet çati sabrit çan xhenet Allahu. Po fukarallëk, nëpërmjet fukarallëkit kimë hin 500 vjet në xhenet para zenginave. Po nëpërmjet këtij adhurimi kimë hin në xhenet. Prandaj këtë premtimet janë që nëpërmjet bindjes në Allah destinacionit çan xhenet. Elusim Allahun e Madh që Allahu ta shton bindje në zemrat tona në këtë muaj të Ramazanit. Pa zgjat më shumë për sot. Elusim Zotin e Madh se bindja në Allah të mjafton, nuk ki nevojë për më u bind askujt tjetër nëse e ki bindjen në Zot tamam. Prandaj mungesa e bindjes në Allah ti e shton bindjen te krijesat, e te pushteti, e te forca, e te ai tjetri. Prandaj wa tawakkal ala Allah fa huwa hasbu, dhe mbështetu në Allahun se Allahu të mjafton. Elusim Zotin që ne të rikthehemi me bindje madhnisë Allahu subhanahu wa taala. Allahu të na shpërblen dhe të na heq brengat e tona, dyshimet e tona dhe çdo vest të keq që e kemi në zemrën tonë. Elusim Allahun ta pastrojmë zemrën në këtë muaj të Ramazanit me iman dhe me dashuri ndaj Zotit dhe pejgamberit. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.